ende, ose mund mirën dhe të konsideron si arsyetime për të arsyetu këtë falloj mos gatishmërinë në quaj të subjekteve të tjera parlamentare që ndoshta edhe të pranojnë ndonjë ftesë për të diskutuar lidhur me çështjen e formimit të qeverisë, nga ajo çka kam postat në media, kam lexuar që ka pasur deklarime të partive të tjera të cilat e kanë përjashtuar mundësinë të bashkëpunimit me qeverinë në Kurti 3, kështu që rrjedhimisht janë diku në 12 ditë të mbetet për të parë. Megjithatë ne jemi edhe para një procesi që ende nuk e dim si do të bëhet çështja e konstituimit të kuvendit, sepse ka mundësi që nga ajo që ka paralajmëruar grupi parlamentar i Listës Serbe, ata mbas edhe janë duke përgatitur një ankesë në gjykatë kushtetuese dhe eventualisht mund kërkojnë përsëri mas përkohshme dhe mund bllokohet gjithçka derisa gjykata të vendosë ndryshe. Ka potencial që sërish të bllokohet, mund të konsiderojë gjykata kushtetuese argumentet mjaftueshme pra faktin që dërgohet prap një ankesë nga Lista Serbe dhe mund ta pezullojë edhe një herë punën e kuvendit? Po besoj që po, për shkak se ne kemi edhe një presidenti Osmani ka dekretuar, themi ashtu, mandatarin për formimin e qeverisë dhe gjykata kushtetuese në rast se eventualisht pranon një kërkesë nga një palë lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit, mundet shumë lehtë që të vendosë mas të përkohshme që të mos lejojë të rrjedhin afatet për formimin e qeverisë dhe të shkaktojnë ndonjë pasojë e pariparueshme juridike dhe kushtetuese. Prandaj gjasat që mund kemi mas të përkohshme janë të mëdha. Prandaj megjithatë varet krejt nga bazamenti i kërkesës që përgatitet, nëse eventualisht përgatitet nga subjekti parlamentar i Listës Serbe. Dhe a konsideroni pra para se të kalojë te Sopiani që mund të ketë bazë? Unë në kuptimin shtot personal dhe profesional besoj që mund të ketë bazë, edhe atë bazë të qëndrueshme, ajo që ka ndodhur në seancën e zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit. Unë mendoj që në kuptimin procedural nuk është se ka shkuar gjithçka sipas asaj çfarë është kërkuar nga vetë gjykata kushtetuese dhe çfarë është e përcaktuar në rregullore të punës kuvendit, sepse vlerësoj që zoti Rashish nuk është propozuar nga grupi që duhet të propozohet dhe as nuk ka ardhur në proces të votimit si pasojë e shortit, ai ka ardhur në proces të votimit si pasojë e kërkesës së kryetarit të kuvendit. Dhe gjykata kushtetuese nëse do të ketë land, duhet me sqaruar nëse lejohet që kryetari i kuvendit në këso suaza të propozojë që kandidatët e mbetur të hudhen në votim apo jo. Sopiani, pas parasysh gjithë që situatë, le të themi edhe politike dhe juridike pak se nuk ka bo pak mishmash kjo punë, po do të pyes a sheni gatishmëri prej fillimisht prej Kurtit, pra në aspektet politike për të nisur këto konsultime dhe për të gjetur konsensus për të formuar qeverinë Kurti 3? Po tash të paktën në vlerësimin tim po e shoh që nuk ka gatishmëri për asnjënës prej partive me hi në qeveri, sepse këtë gjitha janë të kalkuluar në çështjen e votave, se në zgjedhjet e ardhshme si do dilnin, çka do të pasonte. Tash nëse e shohim prej kësaj perspektive, po e shoh edhe mungesën e gatishmërisë Kurtit për me fillu bisedimet, edhe pse unë vlerësoj që në kanalet ndryshme, jo formale, apo edhe jo zyrtare, ka veç bisedime, dhe ka tentativa, po prapse për me fillu me kalu në tavolinë ato bisedime, ka hezitim nga ana e Kurtit për vetë